Dhe Spaku, në gjykimin tim me të drejtë, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ka kërkuar lejen e kuvendit për një mas sigurie, arrest, ndoftë arrest në shtëpiak ose nuk e di tjetër. Sigurisht që kjo është një situatë e cila shfrytëzohet nga çdo lloj opozite, por mendoj që me shfaqjen e sotme, praktikisht këta e kanë ndihmuar korrupsionin, nuk e kanë luftuar dot. Sepse nuk kanë ditur që të shfrytëzojnë një seancë plenare për të folur për çështjen, për diskutuar gjëra gjatë dhe me argumente. Sigurisht që aty nuk mund të bëj ballafaqim. Pretendimi se duhet vinte Balluku për të bërë ballafaqim më duket jo dhe aq i sinqert, sepse në këto lloj, domethënë, parlamentesh nuk mund të ketë dot ballafaqim. Pra, opozita, nëse e marrim kështu si llogari politike, është duke ndihmuar qeverinë me këto shfaqje që bën. Jo duke e sulmuar. Nga ana tjetër është Spaku ai që po bën atë që duhet. Sigurisht ne nuk jemi gjykatës, nuk jemi as po themi prokuror, që të themi që patjetër zonja Balluku është fajtore, por pretendimet e prokurorisë janë serioze dhe nëse janë të vërteta ato që kanë dalë në media, pavarësisht se ka një pikpyetje ose një pyetje të madhe lidhur me mënyrën se si dalin sekretet hetimore në publik, sigurisht që kemi bëjmë me një situatë që unë e kam quajtur të vështirë, por jo dhe aq të rëndë, sepse mendoj që është një situatë që zgjidhet. Zgjidhja duhet vinte në fakt qysh në fillim me dorëheqjen e zonjës Balluku, ajo nuk e ka bërë këtë gjë. Dhe prandaj edhe Spaku ka thelluar kërkesat ndaj saj, se mendoj që kërkesa paraprake ose vendimi paraprake i gjykatës së posaçme për pezullim nga funksionet ka qenë një masë e butë në krahasim me këtë që kërkon tani prokuroria, kur kërkon lejen nga parlamenti për arrest. Se nuk ka heqë, domethënë, imuniteti. Gjithmonë parlamenti jep leje të përshkallëzuar në raport me kërkesat e prokurorisë apo dhe të gjykatës. Kështu që në këtë lloj situate jemi, të cilën sigurisht ka nevojë për rrugë zgjidhje, dhe unë mendoj që zgjidhja reale do të ishte nëse parlamenti do ta jepte lejen që kërkon prokuroria, Spaku apo gjykata e posaçme, se nuk e di mirë, me thënë drejtën. Duke mos qenë tani në parlament, nuk e di kush e ka bërë kërkesën. Por në këtë lloj situate jemi që zgjidhjet janë aty. Sigurisht që pretendimet e opozitës janë të mëdha, sepse duket që përgjithsisht fokusin apo objektin e sulmit e kanë më shumë te kryeministri se sa te zonja Balluku. Por mendoj që nëse ne kemi parasysh këtë teknologjinë elektrike, kur prishet spina, nuk ka nevojë të heqësh, të ulësh Chelsea për të mos patur korrent. Në këtë rast është prishur spina dhe kjo është një gjë që rregullohet edhe zëvendësohet pa hequr korrentin. Sa spina pas ka patur kjo qeveri, që po këtu ka spina më shumë ka studio jote se sa. Flasim për tjera spina. Por kur prishet priza do ishte problem, po mendoj që në këtë moment kjo zgjidhet. Sa të dashën priza në parlament, Kështu që ka qelluar spinë fort kjo Pitra. Sot Lëvizja Bashk ka protestuar përpara parlamentit, njëjtë ka protestuar edhe një javë më parë. Përpara se të vim tek ky moment, ndërkohë ju ishit edhe pjesë e seancës parlamentare, nuk zgjodhët i të bashkoheshit pjesës tjetër të opozitës, pse le të themi keni zgjedhur një tjetër metodologji protestash. Dhe jo këtë tjetrën. Për sa më takon, unë bie dakord me gjithë situatën që përshkruan zoti Himçi këtu, që është shtet paradoksale për një shtet normal që të funksionojë në mënyrë normale. Megjithatë, sigurisht që s'mund të bie dakord me këtë shfaqje të sotme, që unë në fakt e kam quajtur një lloj radikalizmi performativ, pra sa për të thënë që po jemi më radikal se sa, nuk e di,
ndërkohë që për mendimin tim nuk i ka shërbyer as pak le të themi parlamentarizmit, në kuptimin që sot humbi një mundësi e artë që gjithë deputetët e opozitës, përfshi dhe mua, të kishin vënë përpara përgjegjësisë deputetët e majorancës, të cilët çështjen e reformës në drejtësi e kanë pasur flamurin e tyre kryesor, që në raste të panumërta kanë dalë dhe kanë thënë se s'do bëhen kurrë, le të themi, mburoj e atyre që merren si të hetuar nga spaku, se vija e tyre ku që është pikërisht sa herë me një pandehur t'i hapin rrugën drejtësisë, dhe ne për këtë punë jemi në parlament. Këtë punë duhet bëjmë, që të merremi me qasjet politike. Dhe unë nuk di ta shpjegoj se si kjo që ndodhi sot në kuvend i shërben kauzës parlamentarizmit, çfarë doni ju, sepse ndodhi njëjta gjë edhe në seancën e parë të shtatorit. Pra, për shkak të grindjeve të këtij radikalizmi performativ u pamundësua debati i diskutimit pra të programit qeverisë. Ndërkohë që një sjellje e tillë son në parlament u mendoj se ishte fare e parashikueshme që do shfrytëzohej nga Partia Socialiste, pikërisht për të përjashtuar nga komisioni që do mbahet nesër për çështjen Balluku, deputetët e opozitës. Mua sinqerisht e kam të vështirë të mos besoj që kjo gjë s'bëhet qëllimisht. Sepse do thuash që unë do bëj të sjellje dhe s'do më përjashtoj nga seanca, s'do më përjashtoj nga komisioni, s'di sta shumë ndryshe. Mua më duket sikur s'duan të flasin për çështjen Balluku. E kanë parlamentin aty, e kanë mundësinë të flasin, e kanë mundësinë të vënë para përgjegjësisë deputetët e PS-s dhe zgjedhin të bëjnë këtë. Dhe na e pamundsojnë fjalën edhe ne të tjerëve, që jemi përgatitur aty për të mbajtur këtë siqasje. Dhe sa i përket pastaj deputetëve të Partisë Socialiste, unë prisja sot të dëgjoja qasjen e tyre. Unë, jo se është i banishëm këtu, zoti Koçi, po unë e përgëzoj se është i vetmi që kam dëgjuar unë të parë nga Partia Socialiste, që ka dalë me një qëndrim të qartë, që unë prisja ta dëgjoj nga gjithë deputetët e PS-s sot. Pra, që zonja Balluku, si e pandehur e marrë nga spaku, duhet t'i jap dorëheqjen në një shtet normal dhe që t'i hap rrugën drejtësisë pra. Dhe ky është, le të themi, synimi ynë sot aty në kuvend, synim të cilin ne donim ta përforconim nëpërmjet një proteste që organizuam në orën 6 mbasdite, me idenë që seanca plenare do vazhdonte deri në atë orë, në mënyrë që t'i japim mundësi qytetarëve të Tiranës që t'i ushtronin impresion pozitiv deputetëve të kuvendit për të mbajtur një qasje pra, le të themi, për t'i hequr imunitetin, nëse eventualisht nuk vjen dorëheqja ose shkarkimi nga kryeministri. Nuk di se çfarë u arrit sot. Dhe prap s'di ta shpjegoj qasjen kur pasojat janë këto. Një herë imuniteti ose leja nuk varet nga të qenit ose jo në detyrë. Jo, ta kam fjalë nuk do votoj sot heqja e imunitetit, megjithatë që qytetarët të shprehin qasjen e tyre sa i përket. Po prandaj dhe ajo që ndodhi nuk është shumë e justifikuar, sepse ka një procedurë, pra duhet vesh te Këshilli i Rregullorës dhe mandatet e tjera, pastaj. Sigurisht, padyshim që ato s'bëhen brenda ditës, sepse shiko, më fal se ndodhet në nuk e kisha aty fjalën. Nuk emocioni drejt, po ndodhi dhe me zotin Ahmeta e njëjta gjë. Domthon bëri presion opozita dhe u përshpejtua shumë procesi. Dhe unë kam përshtypjen që në situatën që zoti Ahmeta është një gjë që shfrytëzon tani. Domthon se do ta quaj pastaj politike, sepse thot nuk u lejua që të shfrytëzoj koha maksimale, që mund të diskutoj etj etj. Prandaj them që këtu duhet shumë kujdes, sepse në vend që të vëmë vetulla nxjerrim syt. Mesazhi është që tregonit kujdes mos tik kjo tjetra, kuptimin pse shmodhi me Ahmetin. Po në fal vetëm diçka. Vetëm për ta lidhur me të. Në fakt, ne e dimë si funksionon partitë politike në Shqipëri dhe kam përshtypjen PD-ja ka dashur të jap dy mesazhe. Kur them PD-ja zyrtar drejtues, ne e dimë kush janë drejtuesit real. E para për dalë lajm në kombëtar dhe ka dalë lajm në kombëtar, nuk ka dalë protesta, ka dalë incidenti për shkak skandalit korruptiv. Po, ja, mundi edhe njëri lutem. Ky është dallim i madh, sepse lajmet ndërkombëtare të cilat kanë pasqyruar protestën sot. Çka ka ndodhur? Nuk pyet njeriu shkel rregullorja dhe nuk e ka dhënë fjalën nesër dy vetave në komision. Po gjithë thonë atje 20 vend kryeministë ka plas një skandal dhe parlamenti ka krijuar incident. Dhe e dyta, PD-ja ka nevojë për të mobilizuar strukturat e veta për mitingun që ka lajmëruar të hënën. Kështu që gjithmonë në historinë e tranzicionit sa ka pas miting të madh, gjithmonë ka pas incidente parlamentare. Kurse nga ana tjetër, majoranca për shembull, unë sot më ka bërë shumë përshtypje se e di që mediat nuk i interesojnë këtë gjëra, sidomos raportime. Gjithë media e sot që kryetari i grupit tha të shprehjen e famshme qend let lejnë Karvani hes përpara. Është fyrja më e madhe në politikë përdorimi i kësaj shprehje.